në kohë reale grafik që tregojnë se kush parti apo kush kandidat po shpenzon më tepër pra shpenzimet në këto rrjete sociale, Ku jemi me shifrat, zotit Taullau? Sa mund të kemi një shifër të përafër sa është shpenzuar deri tani? Po, dikute $20,000 në mos gaboj ka qenë deri javën e shkuar, pra të themi diku deri te 10 ditë përpara, ne jemi duke i nxjerrë çdo javë dhe grafiku rifreskohet me të dhëna çdo javë duke filluar numërimi mbrapsht nga dita e zgjedhjeve, duhet të ketë qenë diku te $40,000. Pra, pa nisur akoma fushata po flas. Duke përfshirë të gjitha partitë politike që kanë reklamuar në rrjetet sociale, po thoni. Duke përfshirë të gjitha partitë politike që kanë reklamuar specifikisht në Facebook dhe Instagram, megjithatë nuk jam 100% i sigurt, më duhet ta double check ta verifikoj këtë shifër. Mund të jem edhe i gabuar në lidhje me këtë, po është një shifër që në çdo rast nuk e ka kaluar $100,000, po që është shumë. Nuk mund të duket pak, por shumë. Pse e them këtë? Sepse edhe një herë, këto janë të dhëna deri diku përpara 10 ditëve, përpara se të niste fushata zgjedhore. Ndërkohë që një gjë që partitë politike në përgjithësi, ka dhe dy elementë që duhet të përmenduar. E para është që një që ne jemi duke vërejtur në këtë zgjedhje është që ka disa reklama politike të cilat nuk etiketohen si të tilla. Facebooku të kërkon që ti ta tagësh, pra të bësh një disclaimer dhe të thuash që kjo është një reklam politike. Ndërkohë ne kemi parë disa reklama të cilat nuk janë të etiketuara si reklama politike, po ndërkohë aty ti e gjen sidoqoftë mesazhin politik dhe ky është një problem madhor që po shohim në këtë zgjedhje. Është e vështirë e para të kuantifikosh se sa janë këto reklama, sepse libraria e reklamave politike të nxjerr vetëm ato që janë të etiketuara si të tilla, ndërkohë që të tjera duhet t'i kërkosh manualisht ose të presësh që të shfaqen në timeline-in tënd.